مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Në ajetin fesnik, Allahu i lartësuar po na tregon për madhështinë që ka shpenzimin në rrugën e tij, dhe se Allahu e shpërblen në robin edhe në dunja, para se ta shpërblej në ahiret, duke i dhënë bereqet, duke ia kompensuar, duke ia shumëfishuar atë që ka dhënë, saqë e shembëlleu me kokrën që e mbjell dhe mbin 7 kalli, secili kalli nga 100 kokra. 7 herë 100 bëjnë 700. Pastaj thotë wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu ja shumëfishon kujt të doja. Në ajetin tjetër, Allahu ripotencon shpërblimin dhe tregon për shpërblimin që do ta kenë ata në ahiret. Porse e kushtëzon me 4 gjëra. Me 2 gjëra para dhe me 2 gjëra mbrapa. Pra kanë thënë dietarët që sadakaja, përveç kushteve të njohura, sinqeriteti dhe të jetë në rrugt të Allahut, i ka edhe 2 kushte mbrapa. Pra duhet me pas kujdes mbrapa, mbasi ta jep për sadakan, mos bësh në 2 gjëra, sepse ato janë sebeb që të shkatërrohet, të prishet sadakaja, të humbesh shpërblimi, sikur mos me dhon fare. Thotë Allahu i lartësuar, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ata që japin pasurinë e tyre në rrugt të Allahut. Këtu janë 2 gjëra. E para, sinqeriteti, me bo për Zotin, me kërku kënaqësinë e Allahut, mos me bo për dunja, mos me bo për pozit, mos me bo për lavdat, me bo të sinqert për Allahun, të pastër për Allahun. Fi sabilillah, në rrugt të Allahut. Pra mos me qenë ajo që e jep në rrugt shejtanit, në rrugt haramit, po më konë në rrugt duhur, më konë në rrugt Allahut, në veprat mira. Ata që e japin pasurinë në rrugt Allahut, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. E më pas nuk e përcjellin atë që kanë dhënë me përmendje e me fjalë të këqija. Por këto janë 2 gjërat që duhet patur kujdes basi ta shpenzosh pasurinë në rrugt Zotit. Për atë arsye ka thënë Ad-Dahhak, njëri prej mufesirëve, më mirë është mos ta japësh fare pasurinë se sa ta japësh dhe ta përmendesh. Pra po thotë Allahu, ata që japin pasurinë në rrugt të Allahut, e më pas nuk e përcjellin atë që e kanë dhënë me përmendje e me fjalë të këqija. Pra me përmendje, mennen, kjo është t'ja përmendesh atij që ja ke dhënë, unë të kam bërë mirë, kështu, qoftë me fjalë, qoftë me vepra, kanë thënë dietarët. Me gjeste. Të bësh gjeste, sikur kërkon prej tij të të falenderoj, apo të ashtoj respektin ndaj teje. Kjo është pijjanave që e humb shpërblimin. Kanë thënë disa prej selefëve, nëse e shef që atij i cilit i ke ndihmu e ngushton prezenca jote edhe selami jote edhe e folura jote, përshëndetja jote, mos ju ofro që mos ta ngushtosh. Kjo e para, mos me përmend, dhe e dyta, mennen wala adha, mos me përcjell me fjalë të këqija. Tu flasësh njerëzve, i kam ndihmu filanit, ja kam bo shpinë, ja kam bo kështu, ndërsa ai është mos më njos. Më respekton se gjithë tjerët nuk më veçon, nuk më jep respekt. Allah i lartësuar në surën Insan i përmendë robët e tij besimtar se si do i shpërblej me të mira me xhenete me lumej.
Më pas i përmend disa vepra dhe cilësitë e tyre, kundër të tjera thot: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dhe ju ushqejnë, ndonse e duan edhe vet, ju ushqejnë të varfrit, jetimat dhe sklevrit. Innama nut'imukum liwajhi Allah, dhe ju thon, ne ju ushqejmë për fytyrën e Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura, nuk duam për ju shpërblim e as falënderim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, këse ne friksohemi nga Zoti jon në ditën që do të jetë e rëndë e vështirë, dita e Kiametit. Pra ai që e bën veprën për Allahun, ai nuk kërkon shpërblim nga dikush tjetër. Andaj të kemi kujdes o vëllezër në këto gjëra, sepse mos na mashtrojë nefsi apo shejtani apo shoku i keq na bëj të përmendim veprat tona e të humbasim shpërblimin. Allahu dhe mësmiri. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.